Mirëmëngjes, përshëndetje Insta, mirëmëngjes edhe më lejoni t'ju jap një lajm. Parlamenti Evropian ka vendosur dhe mbrëm ka bërë publik vendimin për të hapur zyrën e tij në Shqipëri. Pra, është në krenarin dhe në kënaqësinë tonë të madhe që të bëhemi edhe vend mikpritës i zyrës së Parlamentit Evropian në Tiranë, e cila do të shërbej si një pikë kyçe kontakti mes Parlamentit Evropian dhe parlamenteve kombëtare, shoqërisë civile dhe të gjithë partnerëve lokal në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Si ju duket kjo? Ç'a ndodh kështu? Parlamenti Evropian që vendos të hapë zyrën e tij në një narkoshtet. Si ka mundësi? Sorosi, i fshehur mbas Roberta Metsolës dhe Parlamentit Evropian që vazhdon vepron si diversant. Dhe për të qenë shumë të qartë, Parlamenti Evropian me hapjen e kësaj zyre në Shqipëri konfirmon një strategji më të gjerë të BE-s dhe nga ana tjetër përcakton pa diskutim Shqipërinë si një pikë referimi jashtë perimetrit të Bashkimit Evropian dhe si vendin që së shpejti do të jetë antar i Bashkimit Evropian. Parlamenti Evropian ka 3 zyra aktualisht, një në New York për marrëdhëniet me Kombët e Bashkuara, një në Jakarta për marrëdhëniet me Azinë Lindore dhe një në Addis Abeba për marrëdhëniet me Bashkimin Afrikan. Dhe sot Shqipëria dhe Tirana bëhen vendi mikpritës i zyrës së re të Parlamentit Evropian. Një zyrë tjetër, Parlamenti Evropian në gjas do ta hapë dhe në Moldavi për të mbuluar pjesën në kufi me Rusinë. Ky është një vlerësim i jashtëzakonshëm. Ky është një moment tjetër shumë i mirë për pozicionin tonë ndërkombëtar. Në ndërkohë që kemi filluar paralelisht përgatitjet për samitin e madh të gjithë komunitetit politik evropian në Shqipëri më 16 maj dhe përpara samitit, Bashkimi Evropian, Këshilli Evropian, të gjithë liderët e Bashkimit Evropian kanë vendosur të vinë në datën 15 maj për një darkë pune këtu me mua dhe me liderët e tjerë të rajonit tonë të Ballkanit Perëndimor. Pra, 15 do të mikpresim liderët e Këshillit Evropian, pra të gjithë liderët e Bashkimit Evropian, dhe më 16 do të vinë këtu liderët e të gjithë kontinentit, me përjashtim të Rusisë, natyrisht. Janë 46 nga Londra, nga Ankara, nga Lisbona, në Baku, nga Oslo, në Yerevan, në Kiev, në Tbilisi dhe pa diskutim dhe të gjithë të tjerët
që janë pjesë e Bashkimit Evropian. Kjo është Shqipëria e sotme dhe prandaj dua ta theksoj edhe një herë. Është shumë e rëndësishme për çdo shqiptar dhe shqiptare, pavarësisht bindjeve politike, pavarësisht preferencave partijake, që të ketë parasysh se në 11 maj Shqipëria është më shumë se kur përtej të majtës dhe të djathtës, përtej partive politike, përtej fanellave të skuadrave partijake, sepse në 11 maj çdo shqiptar dhe shqiptare që ka të drejtën e votimit, që ka një vot në dispozicion, jo vetëm duhet të shkojë të votojë në Shqipëri dhe në diaspora ata që janë regjistruar, por duhet votojë për të mos humbur asnjë sekond në procesin e negociatave me Bashkimin Evropian, për të mos krijuar asnjë lloj luhatje dhe dyshimi në sy të Bashkimit Evropian se në Shqipëri ka mjegull, se në Shqipëri nuk ka qartësi, se në Shqipëri nuk ka një shumicë të fortë, solide dhe të gatshme me të gjitha kapacitetet deri tani të mirë manifestuara dhe të mirë pritura për të vazhduar negociatat. Keni parasysh është hera e parë në historinë e këtij procesi. Është hera e parë kur fjalët janë të përputhura me vullnetin pozitiv konkret për përfshirjen përfundimtare të Shqipërisë në gjirin e Bashkimit Evropian. Është hera e parë kur fjalit standarde, e ardhmja juaj është në BE, ju duam në BE, perspektiva juaj është të jeni pjesë e BE-s etj., janë të përputhura me vullnetin pozitiv të BE-s, që përkon me vullnetin tonë të gjithkahershëm që të bëjmë pjesë e Bashkimit Evropian. Është hapur një dritare mundësie dhe për herë të parë vota e shqiptarëve dhe e shqiptarëve në një palëzgjedhje politike është një vot edhe gjeopolitike. Është një vot me një peshë të rëndësishme gjeopolitike në funksion të pozicionit të Shqipërisë. Dhe aq më tepër në një botë që po lëkundet në aspektin e sigurisë, në një atmosferë ku të gjithë po flasim për rritjet kapacitetet mbrojtëse, për rritjet shpenzime për mbrojtjen, për kërcënime dhe rreziqe nga më të ndryshmet, ne na duhet unitet, na duhet bashkim përtej partive, na duhet leadership, na duhet qëndrueshmëri. Të gjitha të tjerat janë tokra hini në krahasim me këtë moment ekzistencial për Europën, ekzistencial për Shqipërinë. Kjo dritare e hapur mundësie, ku janë përputhur rrethanat tona të brendshme, me rrethanat e brendshme të Bashkimit Evropian, dëshira jonë e brendshme, me dëshirën e tyre të brendshme, vullneti ynë me vullnetin e tyre për të bashkuar përfundimisht në familjen evropiane, është një dritare mundësie që mund të mbyllet dhe mund të kthehemi prapë tek avazi, jo po mirë dakord, po ja shiko, jo po del Hollanda këtej, jo po prit se ka një gjë për të në Franca, jo po një fqinj nuk është i kënaqur me këtë gjë dhe prit se do ta shtym. Ky është momenti. Dhe prandaj kemi dhe një kalendar që është kalendari më ambicioz në historinë e integrimit. Na është dhënë drita e jeshile që të mbyllim të gjithë procesin e negociatave brenda 27-s. Dakordsuar kjo me Komisionin Evropian, që do të thotë duhet të bëjmë një punë 24 orë 24. Tani që unë flas me ju, në zyrat e këtij shteti, janë 1000 vetë që merren vetëm me këtë punë. Dhe që punojnë për ditë. Dhe çdo javë, ministret tona të shtetit, që janë edhe krye negociatorja dhe zëvendësja e saj, japin hesap përpara Bashkimit, përpara Komisionit Evropian për ecurinë. Dhe të gjitha afatet janë të ngushtat përcaktuara. Mali i Zi ka vite që po bën këtë punë që ne
e kemi nisur vjet dhe që duam ta mbyllim në 2027 dhe të shfrytëzojmë të drejtarët dhe të hyjmë brenda përpara se sa drejtarët mbyllet përsëri. Nuk është një derë e hapur, është një dritare e hapur. Keni parasysh, nuk është një moment i zakonshëm, është një moment i jashtëzakonshëm. Dhe është një moment kur fati po i buzëqesh kombit shqiptar dhe po i buzëqesh shqiptarëve dhe vendit tonë duke i dhënë këtë mundësi. Mos e neglizhoj askush. Është e para njëherë për të garantuar pakthyeshmërinë e të gjitha proceseve. Për të garantuar se liria individuale e shqiptarëve nuk do jetë më në asnjë pikë pyetje, nuk do varet më nga asnjë forcë brenda ose jashtë që i imponohet siç i është imponuar në shekuj, por do të jetë e garantuar në familjen europiane. Për të garantuar që barazia para ligjit nuk do varet më nga kush qeveris në Tiranë. Është Edi Rama dhe Partia Socialiste që i kanë dorëzuar shpatën e ndëshkimit që e ka mbajtur pushteti politik që prej 1912-s. Ja kanë dorëzuar drejtësisë dhe mbështesin pa kushte institucionet e reja drejtësisë, apo është bufi knetës, apo është kushdo qoftë tjetër që i teket dhe thot do ta marrim prapat shpatë në dorë, do ta shkrim spakun, do ta bëjmë reformën nga e para e bla bla bla. Kjo nuk duhet dhe nuk do të varet më nga vullnetet e brendshme këtu në momentin që jemi brenda Bashkimit Evropian. Aty barazia para ligjit është e garantuar. Dhe e treta, standardet e bashkëjetesës demokratike, konkurenca e lirë, meritokracia dhe të gjitha proceset e tjera janë pjesë e të jetuarit përditshëm në familjen e madhe dhe të bashkuar të Europës. Këto janë themelore dhe për ta vizualizuar keni parasysh me futjen në Bashkimin Evropian, pasaporta e secilit nuk është më thjesht Republika e Shqipërisë me të drejtë lëvizje, po pa të drejta tjera në brenda perimetrit Bashkimit Evropian. Por sipër aty në pasaport do të shkruhet European Union, Bashkimi Evropian, Union Européenne, në anglisht dhe në frëngjisht, dhe poshtë Republika e Shqipërisë. Dhe me atë pasaport, çdo qytetar shqiptar, çdo zotrues i asaj pasaporte ka të njëjtat të drejta siç ka çdo zotrues i asaj pasaporte brenda Bashkimit Evropian, çdo francez, çdo gjerman, çdo danez, çdo holandez, çdo polak, çdo çek e kështu me radhë. Që do thot, jo vetëm të lëvizi, po të qëndroj, të punoj, të marrë shtëpi, të rimbursohet për shërbimet shëndetësore në rast se larg qofti duhet të shkojë në spital kur është duke kaluar nëpër një vend Bashkimit Evropian dhe kështu me radhë. Pra është një kapërcim epokal që ja detyroi fëmijëve tanë. Nuk ka lidhje fare e lagu se lagu bufi bishtin këtu në Shqipëri. Nuk ka lidhje fare, jo PS-ja, jo PD-ja, jo e majta, jo e djathta, jo ne, jo ata, jo bla, jo bla. Është themelore. Dhe mos harroni edhe diçka tjetër. Për sa kohë nuk jemi aty brenda, ka shumë rëndësi kush qeveris këtu sot. Dhe ju e dini shumë mirë, e dini dhe ata që s'duan ta pranojnë, që këtë raport që kemi vendosur unë dhe Partia Socialiste me Europën dhe me botën nuk kemi pasur kurrë një raport sy më sy, barazie dhe respekti. Dhe unë e di si bëhet kjo punë dhe si mbyllet ky proces. S'kush tjetër nuk bën dot. Dhe prandaj jam këtu akoma dhe prandaj duroj lloj-lloj kukumjaçkash, e lloj-lloj salamandrash, e lloj-lloj insektesh dhe prandaj vazhdoj të jem këtu. Jeni parasysh mirë këtë gjë. Në ndërkohë, ti mirë ke vënë titullin sy më sy, thot Lulieta,
po për ata që janë të verbër ose i verbon urrejtja si do bëhet, avash, s'kemi çfarë bëjmë. Urrejtja është shqyltari më i keq, është armiku i brendshëm më i madh i njeriut. Gjyshja ime ndjes pas thoshte mlefi është e zeza e Zot. Kush urren e ka hallin të madh shumë për veten e vet. Dhe nuk kemi fare se çfarë i bëjmë. Akoma nuk e shpalos programin, thot Luan Thaçi. Luan, programi ynë është i shpalosur në të 4 anët dhe dihet me gjithatë rri pa merak se disa gjëra të qarta lidhur me të disa pika kyçe do t'i themi, por programi i programeve është antarësimi në Bashkimin Evropian. Ky është programi i programeve. Shikoni këtu, kur ne morëm detyrën, merrnim nga Bashkimi Evropian diçka më shumë se 200 milion euro në vit. Sot marrim më shumë se 600 milion euro. Do me thënë, në totalin e vetë. Pra, që të jem shumë i qartë me ju, investimet nga Bashkimi Evropian janë afro 700 milion euro, sot që flasim, në total. Pra investime që bëhen këtu, publike, private, e të tjera. Dhe stoku i përgjithshëm i investimeve për llogaritet rreth 6 miliard, ndërkohë që ne duam që ta çojmë në 9 miliard. Tani, çfarë ndodh me hyrjen në Bashkimin Evropian, dhe pse them është programi i programeve. Fondet e përfituara nga Bashkimi Evropian në periudhën 2014-2020, dëgjoni këtë se kjo është shumë e rëndësishme. Fondet e përfituara nga Bashkimi Evropian në total ishin 1 miliard euro. Total. Për 2021-2027, si buxhet pra që Bashkimi Evropian ka parashikuar për Shqipërinë, deri në momentin kur ne mbyllim negociatat, është 2.6 miliard. Ndërkohë që me futjen në Bashkimin Evropian, llogaria bëhet 1 miliard mesatarisht në vit. Pra nëse sot ne nga buxheti i shtetit dhe nga të gjitha xhepat e tjerë, po themi të donacioneve të tjera, vendosim në dispozicion të bujqësisë më pak se 200 milion euro. Me futjen në Bashkimin Evropian do kemi plus 300 në vit. E kuptoni se çdo të thotë. Prandaj, nëse ka një arsye që edhe vetëm mjafton për mos bërë asnjë diskutim tjetër, për mos i hyrë fare, jo po më pëlqen ky, jo po më pëlqen ai, jo po jam i majt, jo po jam i djathtë, jo po shiko se PS-ja, jo po PD-ja, jo po aleanca madhështore, jo po kujtim gjuzi, ka vetëm një arsye. Shqipërinë brenda Bashkimit Evropian. Shfrytëzimi i kësaj mundësie, i kësaj dritareje, i këtij momenti të përputjes së hyjeve të fatit ton dhe të fatit Europës në funksion të antarësimit ton. Më kuptove? Ky është programi i programeve. Pastaj patjetër që do të kemi gjëra të mira dhe pozitive në shumë drejtime.
1400 komente të herës fundit, lexove pyetjet që bëre vetë, thot ky figura, unë nuk bëj pyetje vetë se nuk kam nevojë të bëj pyetje vetë, i dashurim, fitore PD-s më 11 maj, larg qoftë për vendin, larg qoftë për fëmijët tanë, larg qoftë për marrëdhëniet me Bashkimin Evropian, mos harroni që Bashkimi Evropian nuk i shef dot fare me sy ca tipa, fare. Dhe deri kur ne të hym atje, ka shumë rëndësi kush qeveris këtu. Kur të hym atje pastaj, është më pak e rëndësishme për gjërat bazike, për liritë individuale, për standardet, për barazim para ligjit e tjerë, se ato nuk i lëviz dot më njeri, nuk i prek dot më njeri. Po deri atë ditë, ky thot, ti thua, do me thënë, i dashuri Igli, fitore për çfarë? Për të shkrirë spakun, fitore për të kthyer përmbys ato që mezi ka nisur si një luftë emancipuese, transformuese, modernizuese kundër korrupsionit. Për këtë fitore. Po çfarë do fitosh ti një? Se kjo nuk është futboll, që po shkon dhe po thua fitore Gnatias kundër Partizanit, ose Anasjeldas. Çfarë do fitosh ti? Kështu që bëni pyetjet dhe kthejnë përgjigje Shqipëria që duam, po u morën vesh, nuk e kuptova këtë, s'u morën vesh fare se çfarë ku e kishe llafin, po do të ketë qenë shumë e thellë kjo. Vetëm shqiptarët besojnë që kryeministri u zgjidh problemet me një koment në Facebook dhe populli e beson, të gjithë shkruajnë hallën e vetë dhe në fund marrin përgjigje, shkruaj tek kjo ose tek ajo, jeni mirë aman, si besoni këto që thot ky, kur zyra dhe institucionet përkatëse nuk janë dhënë shpjegime se zgjidhje, shiko. E para punës njëherë këtu nuk jemi për të që shkruani këtu që t'ju zgjidhet alli këtu live, se unë nuk jam doktor popullor që jap receta për si mund të kurohet një dhimbje apo një dhimbje tjetër me televizor. Por këtu jemi për t'ju informuar unë, për t'ju dhënë unë një qasje në problematikat, në zhvillimet, në dinamikat e qeverisjes dhe në raportet tona me të tjerët që janë shumë të rëndësishme sot. Dhe patjetër për sfidat, por sigurisht edhe për problematika direkte, konkrete të secilit. Dhe si asnjëherë më parë, që në Shqipëri sot ka prej vitesh tani më një lidhje direkte me qeverinë përmes platformës së bashkëqeverisjes, Shqipëria që duam.al, ku problemet shtrohen, trajtohen dhe zgjidhen. Ato që janë të zgjidhshme, se ka shumë të tjera që nuk janë çështje të qeverisë, nuk janë çështje të pushtetit ekzekutiv, janë çështje të gjyqësorit, për shembull, që është i pavarur. Nëse ka një konflikt prone, nuk e zgjidh qeveria, e zgjidh gjykata, për shembull. Apo jo. Duam një skuadër perfekte në listën e deputetëve, më ftoft kafja. Në listën e deputetëve të 11 majit. Nuk ka një skuadër perfekte, nuk ekziston. Edhe Real Madridi i Galacticos nuk ishte ndot perfekt. Por një skuadër shumë të mirë, patjetër, do ta kemi. Do kemi një skuadër të ripërtrirë, do kemi një skuadër ku do të harmonizohet eksperienca e domosdoshme dhe energjia pozitive e motrinjve. Do kemi një skuadër që do të garantoj vazhdimsinë e një procesi historik, siç është procesi i antarësinë në Bashkimin Evropian. Një skuadër që do të ketë të gjithë dijen e nevojshme të brendshme, pra brenda institucioneve, për çfarë bëhet fjalë, se të tjerët që flasin nga jashtë nuk e dinë fare se për çfarë bëhet fjalë, por dhe një skuadër do të garantojë një përfaqësim shumë më të lidhur me ekzigjencat e kohës dhe të shoqërisë sot.
do të kemi një skuadër që do të jetë skuadra më e vjetër në eksperiencë dhe skuadra më e re në energji. Duke votuar Partinë Socialiste, për shembull, ata që duan risi, që duan diçka të re, që duan të rinj dhe të reja, do kenë shumë më tepër të rinj të reja, sa duke votuar për ca subjekte që thonë ne jemi e reja, që s'di çfarë flasin dhe që alternativ kanë vetëm të shajnë mua, edhe të më ulin e të më ngrenë me të gjithë librin. Ata nuk shkojnë deri te libri i shtëpisë, por i të vërtetës, po me të gjithë librin e epiteteve të mundshme për të shfrytzuar një shpirt po themi proteste, por duke i votuar ata që të re në fakt kanë vetëm moshën e drejtuesve të tyre, në rastin më të mirë do të shonin parlament një njeri, dy njerëz. Ja po t'jap tre që të jem shumë bujar. Çfarë bëjmë tre veta? Çfarë do bëjmë? Ndërkohë që duke votuar Partia Socialiste, do të çoni dhjetra të reja dhe të rinj. Njerëz që janë për herë të parë në parlament. Dje kemi bërë të qartë vijën parimore të ndarjes detyrave në skuadrën kombëtare të 11 majit. Kush ka qoftë dhe një mandat do të jetë në fushën e betejës për të marrë vota për vete dhe për Partinë Socialiste. Burrat nuk diskutohet, por edhe për gratë dhe vajzat, përgjithsisht me ndonjë rast shumë të veçantë do të vlej ky parim. Ndërkohë që në listën e mbyllur, një pjesë e madhe do të jenë njerëz që hynë për herë të parë në parlament. Fresh. Pa ngarkesa. Dhe që vinë natyrisht nga kontributet caktuara në shoqëri, në fushat ndryshme etj, nuk diskutohet. Ja, ky Samiu bën një koment për, me siguri, postimet e mia për thënjet nga libri i shenjtë i besimit musliman, Kurani. Kjo thënie ka të bëjë me ata që jetojnë thjesht me familjet e tyre, me punë të ndershme dhe halal, por jo me ata që kanë pozita të larta shtetërore në shtet, siç jeni ju, sepse ju paguani bukur mirë për para publike dhe udhtoni gjithandej dhe prandaj dhe keni përgjegjësi ndaj çdo. Nuk e kuptova se çfarë do të thoshe, por po të them 2-3 gjëra shumë të thjeshta. Kush më njeh di shumë mirë që unë nuk punoj për të jetuar, unë jetoj për të punuar. Unë jetoj për të bërë gjëra, jo për të konsumuar gjëra. Kush më njeh di shumë mirë që qysh se jam bërë kryeministër, mund të kem dalë në restorante, nuk e di, në thuajse 12 vjet tani më, të them 30 herë, në total, do të them shumë, janë shumë. Dhe nga këto, 25, me siguri me familjen. Është sakrificë e madhe për familjen, është sakrificë e madhe për fëmijët tanë, por është kështu. Të gjithë pjesën e kënaqësive të imagjinuara ose të propaganduara si hype, kush më njeh di shumë mirë që unë nuk kam lidhje fare me të. Hiç. Mund të ri patjetër që më shijon ushqim i mirë kur është mundësia, po mund të ri dhe pa ngrënë 2 ditë. Pa asnjë problem. Dhe e bëj për arsye të favoreve që ka organizmi nga kjo gjë. Për shembull, në qoftë se arrin të bësh një cikël
prej 48 orësh vetëm me ujë është një gjë shumë pozitive për organizmin. 72 orët janë fantastike, e kam bërë 2-3 herë, se është shumë. Ndërkohë që është gjëja më normale për mua që përgjithsisht të ha vetëm një vakt në darkë. Dhe në darkë në shtëpi. Rregullisht në shtëpi. Këtu në drek, ja aty, te ajo tavolina aty mbrapa, nëse ha drek, ma sjedhin këtu, pam. Tani udhëtimet, po të betohem që nëse do kisha mundësi ti këpusja me thik dhe ti minimizoja, do ti minimizoja me qefin më të madh. Se janë udhëtime pune, nuk janë udhëtime qefi. Janë udhëtime pune. Dhe prandaj unë edhe më vjen edhe si zor shumë dhe habitem dhe qa kërkojnë ka njerëz kur flasin broçkulla, jo mori avionin privat, jo fluturime luksit, cili luks. Unë të gjitha fluturimet e mia private, me familjen, edhe sot që flasim, dhe gjatë gjithë kohës, i bëj vetëm në ekonomik si gjithë të tjerët. Të gjitha. Fluturimet e punës me avionin që pata mundësin të kem, janë fluturime pune dhe janë shkurtim kohe, janë shkurtim shpenzimesh të tjera dhe për më tepër me marrëveshjen që kemi për atë avion, nuk shpenzojmë asnjë lek më shumë për shtetin se sa çfarë është shpenzuar në mesatare çdo vit nga kryeministrat. Dhe për më tepër, deri kur nuk ishte avioni, që ishin vitet të tëra, rregulli në qeverinë time ka qenë dhe mbetet. Antarët e qeverisë, përfshirë dhe mua, nuk udhtojnë në biznes, përjashtuar rastin e fluturimeve në Shtetet Bashkuara, që janë shumë të gjata edhe që është normale, por qa janë fluturime në Europë, të gjitha në biznes, në ekonomik. Tani për qa flisti? Për qa këtë gjoni, për qa flisti? Ja, fjale vërtet. Për qa flisti? Si mund të merreni me këto muhabete pa lidhje? Kot, për qa flisti? Kështu që është mirë që kur vjen puna tek jeta e secilit, të jemi shumë të kujdesshëm sepse jetën e secilit nuk e di askush përveç secilit dhe familjes vet. Edhe ujku kur është i ngopur, thot Albano, nuk të hamë, nuk e di çfarë specie pa ngopur jeni ju, vetëm një revolucion alla francez me giotinën si ëmbëlsirë në fund ju bën ndërman. Ashtu si shenjë të mbledhur dhe gjithë bashkë. Ti gjoj Albano. Unë nuk e di për çfarë ke fjalën konkretisht, po sepse u lidhen dy komente njëra pas tjetrës, sa po i shpjegoja Samiut disa gjëra lidhur me veten time. Unë kam vetëm një pangopsi ti Albano që të hemi vesh bashkë, vetëm një kam. Dhe kam shumë të madhe. Nuk ngopem duke parë Shqipërinë që të respektohet dhe duke parë Shqipërinë që të përmirësohet dhe të forcohet. Nuk ngopem, po ti nuk e kupton dot. Ti nuk mund ta kuptosh dot me këto që shkruan, ti ke problem shumë të madh. Nuk kupton dot se për çfarë flet në rastin konkret. Kuptove? Kuptove këtë gjë. Sepse kjo muhabet ha, i ngopur, i pangopur është muhabet njerëzish që ose në jetën e tyre i bëjnë këto gjëra për cilat akuzojnë të tjerët dhe ka dhe një lloj ndjenje xhelozie në këto lloj fjalësh. Pra, ti me siguri duhet ha shumë si tip, edhe të duket sikur
të tjerët bëhanë më shumë edhe thua nga këto gjëra, nga këto budallëqe. Në qeverisjet e viteve që lam, dobësia jote si kryeministër ishte Hagim Tiçe. Besimi i tepruar ndaj ministrave dhe varësve të punës dhe projekteve ku ata abuzuan me besimin tënd. Kjo i uli reputacionin shumë nga skandalet në hetimet e SPAK. Më e mira që mund të bësh mandatin tjetër ministerial është kontrollosh rreptësisht ministrat dhe varësit për çdo projekt dhe punë. Kurse një kompliment nga unë je si përori pa krahasueshëm në politikën e jashtme. Faleminderit, se respekte. Okej, faleminderit për këtë të fundit. Ndërkohë po të shpjegoj që as me ligji nuk e lejon që unë të bëj kontrole kështu siç i imagjinon ti. As me zakon, po as me logjik, që nuk funksionon kështu. Dhe mos harro që hetimet e SPAK-ut i solli përpjekja dhe rezultati i përpjekjes time me vedije të plot së bashku me skuadrën time të Partisë Socialiste për të bërë reformën në drejtësi, për të hapur rrugën e pastrimit të sistemit drejtësisë nga një llum i madh, edhe pse ka llum akoma nuk diskutohet, po nga një llum shumë i madh që ishte mbledhur në fyt të kombit shqiptar, dhe të shtetit shqiptar, për të ndërtuar institucionet e reja dhe për të bërë të pa mendushmen dorëzimin e shpatës së ndëshkimit në duart e drejtësisë. Shpatën e ndëshkimit, se nuk e kam këtu, nuk e kam marrë këtu atë zonjën e drejtësisë, se jam i dashuruar me të. Shpatën e ndëshkimit, që e ka ajo zonja e drejtësisë, simboli i vjetër i drejtësisë, është një grua që ka shpatën, ka peshoren, ka dhe sytë e mbuluar. Atë shpatën e ndëshkimit në Shqipëri e ka pasur historikisht pushteti politik, e kanë pasur qeverit, e kanë pasur të parët e qeverive, e ka pas mbreti, e ka pas diktatori, e ka pas këneta, dhe e kanë përdorur për të ndëshkuar si pas oreksit politikës. Me vullnet plot, unë luftova dhe ja dola që ta dorëzojmë atë shpatë në duart e drejtësisë. Por në momentin kur pushteti politik dorëzon shpatën e ndëshkimit në duart e drejtësisë, i hap rrugë një historie komplet të re. Dhe vë edhe veten e vet, qafën e vet, në dispozicion në rast se shpata kërkon qafën e vet të pushtetit, për bëma të cilat natyrisht janë të ndaluar. Tani ne kemi probleme me cilësinë e drejtësisë, por janë probleme të rritjes. Dhe patjetër që ka shumë gjëra që nuk shkojnë, por ama këto hetimet që thua ti, nuk duhet ulin reputacionin tim. Përkundrazi, duhet ju konfirmojnë të gjithëve se sa i pangokur jam unë për ta parë Shqipërinë lart, për t'i parë shqiptarët të jenë si ata që i kemi parë gjithë jetën nga shumë poshtë lart, dhe për të pasur këtu një vend të drejtë dhe për të qenë të barabartë para ligjit. Dhe kjo do kohën e vet, do luftën, dhe kjo nuk bëhet se bën ti një parti dhe del atje edhe i thua hajde bëhemi bashkë tani ta pastrojmë, ti vëm giotinën, ti bëjmë këto, janë marzira. Kjo bëhet kështu dhe vetëm kështu siç po e bëjmë ne. Kuptove? Kështu që nuk ka një vend në botë që të ketë fituar imunitet të plot ndaj tundimeve të X-it dhe të Y-it për të futur dorën aty ku s'duhet. Por ama shpata e ndëshkimit
peshorja në duart e drejtësisë dhe pa anësia e drejtësisë janë garantët. Kështu që kryeministri, qeveria, partia në pushtet nuk jep llogari pse njëri tjetri apo tjetri vajtën dhe futën duart aty ku s'duhej dhe prekën pasurinë e përbashkët. Por përgjigjet për mënyrën si reagon, për mënyrën se si bashkëton në një situatë tillë. Dhe ne kemi bërë zgjedhjen tonë. Ne jemi në krahun e drejtësisë. Nuk bëjmë avokatinë askujt. Natyrisht që kemi filluar në një proces të ri ku do t'i japim opinionet tona me zë të lartë për cilësinë e drejtësisë. Që ajo shpata të mos kthehet në një forcë dëshkimore abuzive, që ajo peshorja në dorën tjetër të zonjës drejtësisë të funksionojë, që gjykata të funksionojë, dhe jo të notarizojë çdo gjë që kërkon prokuroria, se për këtë punë janë gjykatat, dhe që prokurorët dhe gjykatësit të jenë të verbër, pra të paanshëm, të drejtë. Kuptove? Je i vetmi që ju dëgju zëri Shqipërisë dhe bëre që turizmi të ketë sukses. Jam me PD-n. Trego fakte e ka emrin. Por nuk do votoj bufin e Kënetës që na e ka shpif. Ka 100 vjet që në 10-ën dhe s'do votoj fare. Respekte për ty. Tani ti e di vetë se ç'do votosh, po ishte e bukur shumë me një tjetër, me një që ka të njëjtën dhimbje që ke ti, kushdo qofsh, të uroj shëndet, i cili është një person që unë nuk e njoh personalisht, por një emigrant shumë i suksesshëm. Një emigrant shumë i suksesshëm, me një kompani, me shqiptar të punësuar, etj. Dhe më thot njëri nga këta tanët, organizatorët tanë, që e kishte patriot nga zona e vetë, që e kishte aku shpi kafe, dhe ky ishte thënë, unë po i bëj ca regjistrime, se do ja jap në Itali ky, se do ja kthej Edi Ramës atë që ka bë për ne këtu në Itali, se na ka ngrit kokën, edhe s'kemi më as një lloj stresi, po përkundrazi, kudo ku shkojmë të takojnë, Prioministru, Albania, turizmi, Edhe i thot, më erdhën këta të mitë. E më thonë, shiko, duam të na bësh sa regjistrimi, i thash po i bëj. Po mirë, na jep këto listat, se ti fusim aty se duhet me ja tregu bufit ç'a po bëjmë. Jo, i thash, si ju jap listat, unë se si kam për ju. I kam për Edi Ramën. I thonë këta, si për Edi Ramën? Po ti je me PD-n? Po unë me PD-n jam, i thotë. Po s'du ata. Me PS s'bojmë kur, po duhet Edi Ramën. Kështu që menoj herë dhe ti këta. Se këtu nuk është çështja e PS-s ose e PD-s, PD-a. Vëllë do me thënë, po këtu s'është çështja e PS-s ose PD-s, këtu është çështja e Europës ose e kujtim gjuzit. Është shumë e fortë kjo, midis Bashkimit Evropian dhe kujtimit. Edhe unë kujtimin e njoh, edhe se rri dhe them, ore, çka ka madhështore në gjithë këtë? Vetëm një gjë madhështore ka, mustegjet e kujtim gjuzit. Po t'ja shofësh, janë madhështore. Dhe përtej shaka, si në rast është më shumë se gjysmë të vërtetës, këtu bëhet fjalë për gjë shumë serioze. Bëhet fjalë për të futur Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Shqipërinë, të gjithë bashkë, socialist, demokrat, pa parti, fëmijë, të moshuar, etj. Të gjithë bashkë.
për t'i dhënë fëmijëve tanë, mosh zotëri i nderuar apo zonjë nëse nuk e di, për t'i dhënë pasaportën e Bashkimit Evropian. Jo lirinë e lëvizjes, por të drejtën e qëndrimit ku ti teket shqiptarit dhe të gjitha të drejtat që burojnë nga të qenë qytetar të atij komuniteti. Për ta bërë Shqipërinë në raport me çdo vend tjetër, i vjen ti nga Shkodra apo nga Tepelena në Tiranë për punë, ose për të mbaruar një punë, njësoj, për ta bërë Shqipërinë si një bashki brenda këtij perimetri ku të tjerat, gjitha vendet janë si bashkitë brenda Shqipërisë, bashki më të mëdha, bashki më të vogla, bashki të vogla fare, por ama janë njësoj. Ky është 11 maj. Zoti Kryeministër në vitet 2014-2016 pati një fluks të madh të largimit qytetarëve nga vendi për shkak të kushteve të vështira ekonomike, të punësirë për të jetuar një jetë bazike dhe shumë tjerë për shkak të sistemit të shëndetësisë. Për më shumë se një dekadë pushtet, cilat janë masat konkrete që keni ndërmarrë ju për t'ju krijuar shqiptarëve arsye të forta për të ndërtuar të ardhmen në Shqipëri? Dgjoj. Është e vërtetë që në atë periudhë pati një fluks të shtuar sepse ishte kriza e madhe e emigrimit dhe e dyndjes emigrantëve në Europë dhe u hapën shumë kanale për të arritur me shpejtësi dhe për të shfrytzuar atë krizë duke u vendosur në Gjermani. Kjo është e vërtetë. Tani, këtu shkop magjik nuk ka i dashuri. Unë di që çfarë kemi bërë ne nuk e ka bërë askush. Dhe ta them këtë me fakte. Dhe askush më parë. Po të them që buxheti i shëndetësisë, kur ne morëm detyrën, ishte rreth 250 milion euro. Sot është 760 milion euro. Trefish. Po të llogarisësh buxhetin për mbështetjen sociale, se ne kemi bashkë shëndetësia dhe mbrojtja sociale, ishte 130 milion. Sot është 260 dhe të dy bashkë janë 1 miliard, për shëndetësi dhe mbështetje sociale janë 1 miliard euro. 600.000 shqiptarë të pasiguruar marrin shërbimin shëndetësor njësoj si tjerët, dhe pse s'kan paguar ndër vite kontributa se s'kan pasur mundësi. 53 spitale të reja të ndërtuar, nuk i nga ndërtuar askush, asnjëherë. Asnjëherë. 53 spitale të reja të ndërtuara, 10 nga të cilat nuk ekzistonin fare. 43 të tjerat prishur komplet nga rrëzuar në tokë dhe rindërtuar. Dhe pajisur me aparaturat fjalës fundit që nuk kanë ekzistuar fare më përpara. Çmimet e barnave 30% në tërësi më të ulta se sa në 2013. Ndini këtë? Sot që flasim. Sepse hoqëm komplet të vëshën e barnave. Dhe nga anë tjetër kemi dyfishuar fondin për barnat e rimbursueshme, duke shtuar 200 medikamente të reja. Dhe janë 210.000 pensionistë me shifra, me fakte, me lista, që përfitojnë 100% barnat rimbursueshme. Kjo është për gjithë ata që thonë po se nuk ju del për këtë, s'ju del për atë. Pa tjetër që pensionet janë shumë të ulta dhe ky është i problemi madh dhe ky është problemeve që duam të adresojmë një mandat në 4, por ama 100% barnat rimbursueshme për 210.000 pensionistë. Ka dhe të tjera që mund të them, se pagat e mjekëve të infermierëve tjerë, por po të them diçka tashti, që
në mandatin e 4, ne do të përmbyllim transformimin epokal të shëndetësisë, duke përmbyllur transformimin epokal të qendrës spitalore universitare në Tereza. E di çfarë do bëjmë të qendrës spitalore universitare në Tereza dhe jemi në proces. Kemi hedhur bazat. Do të marrim një qendër ekselence europiane. Nuk them ende emrin, por e dim shumë mirë se kush është. Dhe do të bëjmë administrimin e qendrës spitalore universitare në Tereza me atë qendër ekselence europiane. Dhe do të ndërtojmë këtu, do të sjellim këtu si pjesë të kompleksit universitar, një nga universitetet më të mira të Europës në mjekësi, që do ta bashkojmë me universitetin tonë të mjekësisë. Dhe në Shqipërinë e 2030-s, do të kemi një destinacion për shërbime shëndetësore dhe kurime e ndërhyrje kirurgjikale nga më të mirët e Europës. Nga më të mirët e Europës. Prandaj rikëtu unë, prandaj jam i pangopur me progres, me ndryshim. Okej, qa kemi tjetër në një pyetje nga të smusë interesante? Të gjithë duan kthehen, por nuk ka pagat mira, jetesa është e vështirë, kështu vajti ky muhabet të Ervini. Ervin, tani, ka shumë arsye për të ndënjur aty ku je, nëse je i pozicionuar mirë, po ka dhe shumë arsye për të kthyer, nëse atje ku je nuk je i pozicionuar edhe aq mirë. Dhe po të them që ne bëm panajirën e punës në Greqi, ishte panajiri i parë, do bëjmë të dytin në Vjeshtë. Dhe kemi pasur reagime pozitive nga një numër njerëzish që është më i madh se ç'prisja unë, sepse ka shumë skepticizëm. Dhe po të them që ne kemi paga konkurruese me Greqinë, si fillim. Dhe jo vetëm kemi paga konkurruese me Greqinë, por kemi taksa më të ulta. Dhe 94% e shqiptarëve kanë shtëpi në pronë, pra të prindërve, natyrisht ata që janë më të ri. Kështu që shikove këtë punë. Është një gabim i rënd politik, thot Burim Ametaj. Burim Ametaj. Që në Shqipëri taksohet uji. Uji nuk taksohet në Shqipëri, uji paguhet. Uji është mallë. Paguhet në të gjithë botën. Dhe patjetër që do paguhet edhe në Shqipëri. Dhe me që ra fjala ke uji, se kam parë që Këneta kam vëre, te këtu që Këneta ka marë, se që kam thënë unë dikur për ujin, edhe mi vë në gojë në mënyrë të ndryshuara gjërat që them sot. Dhe ndërkohë ka një realitet lidhur me ujin, që është realiteti i jetës përditshme edhe i fakteve që janë shumë domethënëse edhe në këtë drejtim. Në drejtimin e furnizimit me ujë, që ka qenë një katastrofë e vërtet, një turp i jashtëzakonshëm, një shëmbëltyr e gjithë falimentimit dhe e gjithë rënimit që Këneta i solli Shqipërisë. Tani, cili është transformimi konkret, se dua t'ju jap një bazë të dhënash lidhur me transformimin konkret që
ka ndodhur në fushën e furnizimit me ujë. Kur ne kemi marrë detyrën, ne kishim, imagjinojeni, kishim vetëm 4 zona urbane të mbuluara me ujë 24 orë. Do me thënë një vend i tërë i cili nuk kishte furnizim 24 orë, po kishte furnizim me pikatore këtu e atje. Ndërkohë që sot ne kemi 43 zona urbane dhe 98 zona rurale të mbuluara me ujë 24 orë. Dhe projekti është në vazhdim. Projekti është në vazhdim dhe brenda mandatit 4 ne do ta përmbyllim totalisht, sepse janë ndërkohë projekte që janë në kantier. Totali i zonave urbane të Shqipërisë që furnizohen me ujë, se kështu janë të ndara, është mos gabon 59. 43 i kemi kryer. Të tjerat janë të gjitha me projekte dhe janë të financuar. Ndërkohë që pjesa tjetër në Shqipëri rurale, të gjitha zonat e banuara intensivisht në Shqipëri rurale do të mbulohen. Pra, në Shqipëri në 2030 kjo do të jetë një çështje e mbyllur. Tani, pse mori kaq kohë gjatë? Mori kaq kohë gjatë sepse nuk ka pasur ujë 24 orë në Shqipëri kurrë, që nga koha e Skënderbeut, edhe në kohën e komunizmit. Nuk ka pasur ujë 24 orë në Shqipëri, përveç se në zona shumë të ngushta të caktuara. Uji kudo ka qenë me orare. Unë kam pasur gjyshen në Vlorë, shkoja çdo verë dhe më kujtohet që dilnin banim ratë e çezma e lagjes mund mes të Vlorës në Skel, ku ishte një çezëm që shkonin me kabashët të mbushnin ujin për drek, për ta pirë, sepse nuk kishte ujë në pjesën më të madhe të ditës në shtëpi. Dhe kur vinte, ishte problematik se ishte ujë i rënd dhe jo fort i pishëm. Kështu që kjo është historia dhe nuk ka taksa për ujin. Ka çmim për ujin. Uji është mall që paguhet sepse duhen mbajtur në këmbë të gjitha ato infrastruktura dhe gjitha ato ekipe që sjellin ujin tek çezma. Nuk është se ti po shkon dhe po e pi burim edhe po të kërkon njëri le në mal. Vjen në shtëpi. Dhe gjithë bota e ka kështu. Nuk di unë që në Amerikë ujë tjetë pa pagesë. Nuk e besoj se kam dëgjuar kur këtë gjë. Të dëgjoj shpesh që thua Shqipëria 2030, thot Leonardi, do të jetë në Bashkimin Evropian. Pak e besueshme duket kjo gjë, përderisa Shqipëria është mbrapa në shumë aspekte. Tani, i dashurim e beson se beson, po të them që ky nuk është një fakt imagjinar, ky është një fakt konkret. Kemi një kalendar me Bashkimin Evropian në reformash dhe punësh deri në fund 2027. Kemi një skuadër negociatash që në total vetë është rreth 1000 veta që punojnë. Kemi 40 avërsisht negociatorë me ekipet e tyre, që janë kjo, gjithë kjo. Dhe brenda 2027 ne mbyllim negociatat, që do të thotë brenda 2027-s, Komisioni Evropian i thot Këshillit Evropian Shqipëria i ka mbyllur negociatat dhe është gati të futet. Dhe pastaj kalojmë në parlamentet e tjera të vendeve anëtare. Kjo është mundësia historike që kemi. Është hapur dritarja. Për arsye gjeopolitike është hapur, është bërë në të dy kanatat dritë. Tani o e marrim dhe shfrytëzojmë këtë mundësi, o e humbim.
Kemi humbur në mundësi historike edhe në të kaluarën, po do ishte fatale ta humbnim këtë mundësi. Sepse ajo mund mbyllet, e mund filloj prapë avazi, apo prit, shiko se keni dhe këtë, keni dhe atë. Më kuptove. Kështu që pak e besueshme, pak e pabesueshme, kjo është plotësisht e mundshme. Tani na takon ne. Prandaj lërini partit, lërini logot e siglat, lërini tundimet për të shkuar mbas Berihajit, pa diskutim, lëreni bufin me gjithë kënet në fatin e vetë, fokusoni tek flamuri kombëtar dhe tek flamuri i Bashkimit Evropian. Dhe votoni për ata dy flamuj në 11, jo për flamujt e partive. Dhe natyrisht për të votuar për ata dy flamuj ka vetëm një destinacion, që është Partia Socialiste. Partia Socialiste është një mjet, nuk është qëllim, është mjet për të realizuar qëllimin. Qëllimi është Shqipëria në Bashkimin Evropian. Këneta nuk është mjet, këneta është qëllim. Janë dy gjëra të ndryshme. Okej. O Fation, po çfarë po thua më Fation? Nuk futesh në Europë me gjysmë politikës brenda Hamburg dhe gjysmë me akuza, po pret i bashkohet pjesës tjetër. Europa s'është krevat, as protesta për çfarë po thua, O miku im. O Fation, në Europë futesh egzaktësisht edhe sepse po bën këtë luftë kundër korrupsion. Egzaktësisht. Mësoje historinë e integrimit. Shiko që kanë bërë vendet e tjera në rrugën e integrimit dhe të antarësimit. Dhe lëri këto gjysma në burge, të gjithë në burg, se u bët bajat fare me këtë histori. Se ju ka bërë luli të gjithë dhe gjysmak në aritmetikë dhe zdini ku keni kokën kur bëni numërimin. Fokusohu tek qëllimi. Qëllimi është fuzim Shqipërinë në Bashkimin Evropian sot. Dhe mos ta lëm për nesër, se nesër mund na e mbyllim prap derën. Dhe kupto që kjo që po ndodh sot është historike. Fakti që drejtësia po vepron në mënyrë të pavarur nuk ka ndodhur kurrë përpara, është historike. Lëri këto dhe kupto që këtë e solli Partia Socialiste me mua në krye. Nuk e solli Zoti, nuk e solli Amerika, nuk e solli Europa, se ato aty ishin. E sollëm ne, me besimin në Shqipëri dhe në Zotin e shqiptarëve. Mirë, faleminderit për sot, këtu e mbyllim juve të Instagramit, unë ju dua shumë dhe mos mendoni që unë ju neglizhoj, se kam Instagramin këtu prandaj shoh lart. Nuk ju neglizhoj, po ju e jeni më të thjesht, më drejt për drejt. Edhe ju e keni po, jo, bam ose bum. Aty shumë bum bëni më thonë, nuk kam kohë t'i lexoj, po gjithsesi ankesën e përsëritur që pyetjet tuaja janë neglizhuar, do ta marrim parasysh dhe në syrin tjetër vetëm pyetjet nga Instagrami do trajtojmë këtu. Këta të Facebookut i kemi përgdhelur shumë. Keni shumë të drejtë. Mirupafshim. And live video.